Jo, përshëndetje gjithëve, mirë se keni ardhur video të re për gaming në kanalin tonë dhe mirë se keni ardhur në videon me FC Mobile, bro. Sot, bro, nuk kemi për të bërë as ndeshje, as për ta çuar FC Champion, as më ka rënë lojtar as gjithë thjesht. Në video si të dini gati çdo herë në një muaj kemi një vlerësim ekipesh në videon tonë dhe pikërisht nuk mund ta lija bro këtë muaj. Normal, bro, ka ardhur koha për t'u vlerësuar të gjithëve ekipet sepse e di, bro. E di që të gjithë keni ju. Besoj, jo, nuk se e di, po. Besoj se që të gjithë pra ju që keni bërë një shumë upgrade të madhe ekipeve se eventi Toti dha shumë lojtar të mirë që më të amuzonte mundësi që nga 114 mund të veqin 19 në direkt. Kështu që eventi Toti ka qenë një event shumë i mirë, edhe pse mund të mos ketë pasur shumë fare, bro, po nuk them se do të binte 117. Kështu që ka ardhur koha për të vlerësuar ekipet, bro. Ju kam thënë gjithmonë kush nuk i bie mundësia sa dy vërtet të tërbe. Kë nuk kam dy vërtet të tërbe, bro. Hajde bro tani eri koha. Fillojmë me të pari që është meta, as nuk ka di fare thjesht dy një ajë, bro. Mund të jetë pak skiqet për problem meta. Tani ky Gervinho, bro, shumë i mirë, nuk e them se ka ulos shumë i vetëm se ka futin keq është me 3. Sečkovin e ka mirë, Pedro Jober. Pedro do ta heqësh. Një, Veronin do ta mbash. Jo, Gulliti, bro, Gulliti është spektakolar. Bravo. Tani, bro, unë them se ti duhet të heqësh Karageri 1, Mascherano 2 dhe Dudekun 3. Edhe Pedro Neto. Pasi ti heqësh ta, rrit Veronin, Kunden, edhe kaq, bro. Sečkovin nuk e di po të ranë një ST, ta çosh. Ama për po të lanë një të i mirë, më gjohë ishtë Gervinho dhe lë se shkopin në W. Po të alësoj të ekipin, bro, 90-at. 90-at, bro, e ke ekipin perfekt, 9.5 të 10-at. 9.5. Lamin Yamal, Sali Berisha, mos. Ishte një me emrin e ligës, bro, diku, jo, futan ligi, djeva rastin. Prit. Lamin Yamal, okej, që e fatë Yamalit. Fëtë të simpe direkt. Okej, bro, ti e ke pas e ka vërë 121, por... bro, sa ka pituar eventin pas rën lam. Qa qylash janë disa, bro. Bro qenë... mos janë zi jetë, no, bro. Jo, bro, kujnë bro qenë e ka 11, bro, nuk e ka 10. E ka 11. Mos janë zi jetë në që... Kush i kalon ta 5 mbrojtësa, bro? 5 bilesh Lizarazu, bro, shumë një mirë. Shumë mbrojtësi mirë, baj. Bro, e ka 11. Me spushën e ke shumë mirë dhe shumë mirë. Ty, bro, po të rëqo ekipi me 10. E vetëmja gjë që ti duhet të ndryshosh tek ekipi jot. Unë mendoj unë do me thëmë, duhet të marrësh, nuk e din që fse është i mirë ky volley, po një striker më i mirë, do të bënte shumë mirë. Edhe në një CM. Aloriani rëm është perfekt, bro, shumë i mirë, shumë i shpejt është perfekt. Rafinha nuk e di, por them se është i mirë. Mendoj se është i mirë. 10, bro, e ke super ekipi. Vim tani te Messi Go, tani u futon online ky, bro, prandaj nuk e pash. Okej, bro, Lamin Yamal sa shef e kam të. Po edhe bëu kjo Austin nuk e kam. Okej, bro. Okej, Haaland, George Best. Okej, vija desha YouTube. Tani George Best, bro, po të lësoj sumin 9.5. Ashtu ja që po të lësoj me 9.5, bro, se Best është i vjetër, 9.5. Kushte me spushën ja kanë zir jetën, no. Kaka. Kush ka rënë Kaka ja, valla. Jo, bro, po ti pas e ti rastën. Kariku, se mos kesh kuptoni jemi. Super, bro. 10, me sfusha është 10, bro. Nuk ka, vetëm rritë e këtë dhe kash. E marrove punën. No way, bro, kapte e villa, po ti pas e pasur fart, ma vlla. Digjon pako, bro. Një gjë që ti duhet të bësh në ekipit të ndërtej që shto Onana nëse është kot. Nuk e di, a ke pasur në i fatë kesha, nuk e di, Onana 1, ishe. Pas Onana si Shkarvahalin 2. Pas i te që Shkarvahalin, bro, rrit kompani dhe Morila, nuk po të thëmë të heqësh gjithë. Dhe shapriti ma. Po të avresoj ekipin, bro, me 9.3. Ish, Carvajal, Onana. Besin, bro, nuk është me pa të të rishe, sepse është super lojtar, është shumë i fort Besti. Shumë i ne ke super, nuk e di Haalandin, nuk është shumë i mirë vetëm me kok e ke blind, bro, e di që është shumë i mirë me kok. Ekipin në full rating, pasaj e ke 9.5 e ti rating. Real, Uncle Clerk, bro, po të lësit e ty. Ose Uncle Clerk, nuk e di si të ta them emrin. Bro, po të lësit nga sumi Lamin Yamal, bro, që gjithë Lamin Yamal një pak të ndjerë asën.
Bro, Lamine Yamali me shkallën dhe Reali, GG's. Okej, sulmin po ta vlerësoj bro me një 9.5, sepse rrit Rafinha po të them, Rafinha shumë i fort. Si duken ta bro. Zamorano atë pasazhin e tyre me një 9.5. Ashtu që po ta vlerësoj me 9.5 rrit Rafinha dhe GG. Mes fushën bro 10 absolute përveç kajtit, por nëse s'është një problem e ke super bro të Sokratesin. Pas ke qenë qyt bro 10. Ama tani bro mbrojtje nuk e ke të mirë. Një nga një ish Kalafiorin. Pasi të heqësh Kalafiorin bro, me patjetër që ta heqësh të David Ryan. Ta të dy pas ati nuk e di bro. Pa Çokunde nuk e di se si është ky Pujol bro. Nëse është i mirë mbaj të tërë, vetëm nëse nuk është i mirë iq Pujoli. Dhe ty bro me një 9.5 po ta vlerësoj ekipin. Ja bëshë 20.000 Adonisi 9.9. Bro sa online pa futen ja kanë zirë jetën. Adonisi bro. Bro gjithë me Lamine Yamalin. Ja keni zirë jetën. Si s'mra mua kjo Yamali ja dhjef sharasën. Se më duhet dhe LW. Perfekt është. Jo, po ti e ke 10 sulmin bro, nuk e asnjë. Mes fushën e ke. Bro. Një prej lojtarëve pas një këtë ke vlerësova që parë, po ky e ka mes fushën më të mirë. Të kesh Gullitin dhe Sokratesi, një kombinim perfekt. Edhe Hamshiku bro shumë i mirë, vetëm Sovria është e ulët. Po ta vlerësoj bro, nuk e di, unë të ta vlerësoj me 9.9 mes fushën, ish vetëm Hamsikun. E di që është i mirë Hamsiku, më duket se është i mirë, nuk e kam pas kur në ekip, por nuk e di, unë të mishe, po do vërëm. Mbrojtja bro, Buffon, Lizarazu, Gabriel Kunde. Po ti them bro, ti si që në 21 shije, unë po të them ta e që shtë Lucion bashkë me Gabrielin dhe Hamsikun. Po të ishte të tre, mos e rritë më vërëm, nuk e di. Ama ku Gabrieli bro shumë i mirë. Shumë i mirë, vetë, por do të rritë shumë vërëm. Edhe Lucion shumë i mirë, por për mendimin tim me patjetër ish një Lucion, ty Hamsikun. Dhe ti bro e ke ekipi me një 10 e meriton, një 10 bro e meriton. Meta këtë Eagle FC, bro sa 121 shak keni vajta, keni 10 rasë. Eagle, Eagle i pas Hasakën, Sochkov, Zamorano, Rafinha, 9.5, 9.7 e ke sulmin. Mes fusha bro me të Gullitin e ke 9.7 i shkuajtin, dhe mbrojtja ky Cancelo është shumë i veçantë bro, bravo që të pas harën. Lami bro. Ish Kalafiorin po të them, edhe Pickfordin. Me 9. Ekipin po të vlerësoj gjithsej bro me 9.7. Presim tani bro Barça. Hajde bro Barça tani. Barça, bro nuk e di se si shkoj kajti LW bro. Mbrojtje jo bro. A mund të më thuash bro se si mund ta kaloj dikush këtë mbrojtje? Ish Pickfordin dhe ke 13 mbrojtje, një 10. Mes fusha, Lux, Nico, pas, bro, qa fati. Bro, mi gjo mua, tani ti sulmin qoje e max, nuk e di sulmin për të vlerësoj me 9, mes fushën me 9.5, mbrojtja e ke 10 absolute. Po të vlerësoj ekipin bro me 9.8, 9.8 rating, arsyeja është se duhet të heqësh të Pickfordin dhe Turen. Ose jo bro, mos i fare Turen, unë thjesht nuk të jam i shkajtin, por ti po do mbaj. 9.8 e ke, 10 do me, 10 qëtë hajtë. Albania bro, Albania është një Albania tjetër ky. Su lodha, prit pak të më farë. Jo bro, po s'kam fjallë për ekipin e këti bro, what? Mape, një. Bro, qa thoni të lëdhe Mape LW. Pizarro në 2 Lamine Yamal 13 sulmin. Me fushën super blind, ish vetëm për Bruno Fernandes. Pse nuk është problem bro, nuk është i keq. 10 me fushën mbrojtja perfekt bro, vetëm ish David Ryan. Perfekt 10, 9.8 mbrojtja, me pak fjallë 10 ekipi tërë. Bro, Real Madrid FC. Hajde bro, Real Madrid FC. Sulmin e ke 90 me... bro! Michael Olise! Sa shef e kam Olise, ta ke mirë në ekipo, bro. Qa fati kjo, ja pas të një nëzirë jetën ju. Jo bro, e ke me spushën një 10 vetëm për këti. Ma Van Dijk bro, what? Iq vetëm bro, ta grafikon mbaj, se ca të karën dhe pas këritur do këshën kërë ekip lëbë. 10 bro, 10 e ke ekipin, bravo. Ose 9.9, 10, për prapë 9, 10 i bje. Tjetër i vinë me si gotë, nuk e ti për në që se kënë Niko Barça shqiptar, por hajtë po ta vlerësoj ekipin.
Bro, Rafaela, sa shef e kam të futbolist, bro. Na sulmi, bro, nuk e di. Haalandi, shpak si I vjetë kjo Erling Haalandi, bro. Me 9 e ke sulmin. Me sfushën e ke me 9.5. Bro, ja pas ke nëzirë jetën ti me Utoti. Donnarumma, Van Dijk. 10 sulmi, me sfusha. Shumë mbrojtja, sa u dhjeva. 10 mbrojtja, bro. Ekipi tër, 10. Meriton, bro. Ishte Haalandi me ndoj unë, dhe je perfekt. Allora janë I poshtë I fort bae. Messi GOAT. Jo, po pas kam të fresat që në 20 e lartun. Lamine Yamal sulmi e ke 10, me sfusha, apo ja, bro, ja vlesova njerë ti, kisa arova që vlesova njerë ti, bro. Rinori, hajdo Rinor, pati si e. Rinor, ishë Ronaldo, bro, dhe Savinjon. 8 po ta vë sulmin. 8 me sfusha, bro. Edhe 9 mbrojtja. 9 nga 10 ose 8 nga 10, 8.5 nga 10 po të lërësej, bro. GK1, okej, bro, për të GK1 kam përshëndesje shfans, e kam shumë fans të madhë. Okej, bro, ti sulmin e ke super blind, bro, Dembele është top 1, nuk ka kalon do të njëri. Kewelli, bro, është I mirë, edhe pse është pak over, por edhe pse e di nuk më pëlqen diska te Kewelli, bro, që duhet ta heqësh. E para punës LW me 3 weak foot pasaj është keq, me 3 starski mova, bro, shumë keq, një sulmus, një winger, me 3 starski mova shumë keq, që ishe. Me sfushën e ke blind 10, kullit, mbrojtjen e ke blind fare 10, vetëm Kukurela ta prish, por nejse, se për ty është mi Kukurela, bro, se e di që kishe një kot, ky Saliba është shumë I fort, bro, bravo, piskin të pojnë sot, Ronaldo blind. 10 nga 10 po të rësë të ekipin, bro. Se e ka me lutar shumë të fort, bro. Ja, të rëllë për të rënë. Daniel Shtatsuj, 120 over. Hajde një hajde. Messi, bro. Fuck. Aje seriozo, bro, Messi. 10 sulmi. Buma jangu ta prish, bro. 9.9. Jo se rite. Rite, biskit point sot. Mes fusha, bro, po të rësë me një 9.8. Perfekt kjo, Calanglo. Bro, Calanglo, huja që nga 121. Okej, bro, që edhe një rang kup ti se rikë 121. E ke 10 me s'kushën pasaj. Mbrojtja, mbrojtja 50-50 9 të thevre, të ekipin e ke 9.5. Meriton bro si shrit ata. Se si kemë rang kupa. Vini tani me Milan 2007. Hajde bë tani për të rresu të ekipin Vini, Kane, Lamine Yamal, gjithsej bro për të rresu ekipin sulmi me një 9.5, me sfushën me një 9.9, 10.0 për i Man City, rejsi flak. Bro, i kemë bro më vjen keq, për të rresu me një 9.1. Ish Kukurelën, pas Kukurelës Van de Ven dhe për brap super. Nuk e di bro ku I keni marrë që të gjitha bufonat Lamine Yamalin thjesht bravo. Ju të gjysh ja do vetë çajmë pas e pale. Ti bro po ta vë sulmin e pas këtë më që është vën po ta vë me një 8, mes pushën me një 8 dhe mbrojtja me një 9.5. Maldini bro. E tre ekipet rasti me 8.8. Shumë të mirë ka. Okej, I radhës është nga ta diun bro Real Madrid me të mas. Me ai bro respekte për të Realit mas. Ja, fuck bro, gjithë Yamali. Vetëm, fuck bro. Shumë mirall kjo Marcelo bro. Bravo shit pasharën. Suni bro po ta vëse me një 8 sa ke pak të vjetër edhe pse dukesh që ke ekipin e fort. Me një 8 po ta vëse të tërë ekipin bro ishte të heqësh Cancelon, do të heqësh Cancelon, do të pas kontrë do të heqësh Marcelon, dhjaratën të gjithë në ati lloj. Pas atyre të heqësh Amirin, pas Amirit Vinin. Dhe Eusebio. Kështu e ke shumë të fort ekipin. Lojtarët e ke të fort, po për overall po të thënë do të heqësh. Kristi është 21 bro dhe ky është një shoku im. Ky bro ja vlerësoj sulmi me një 8, sepse I ka qenë 13 çat gjithë, përveç Giuli dhe Rafaelaus, me një 8.8. Mes pushën e ka super vetëm Amir ja prish, por nejse me një 9. Edhe mbrojtjen e ka shumë të mirë me një 8. Gjithsej ekipin bro po ta vësoj me një 8.5. 8.5 po ta vësoj të tërë ekipin bro, dhe ke shumë të mirë. I radhës tani do të vi Adi, okej, një tjetër friends im. Okej, këtë sulmi nuk e ke shumë mirë bro 8, mes pushën po ta vësoj me një 7.
Mbrojtja me një 7, 3 ekipi po varet se nuk po ta lësh 7.8, 7 fix, po ta lësh 7.8. 7.8 bro. I radhës tani është Rino. Okej, Rino. Jemi gati në fund të videos bro. Okej, ty po ta vë me një 8, me një 7, me një bro. Ferdinand Cafu. Me një 9, edhe pse se ka shumë të mirë të Schmeichel, i Schmeichel dhe i ke shumë mirë. Me një 8.8 për ta vësë të ekipin. 8.8 ta qohë vetëm ata 2 supervitar. I radhës bro është ku më kaloj Albania bro, respekte për që Albania e një fan si madhe imi dhe ky bro, edhe pse i ka ikur accounti, gja me mirë, edhe pse i ka ikur accounti, nuk u dorëzua dhe e 318, bravo. Sulmi bro e ke me një 8.8, bravo, e ke shumë mirë vetëm e të ta prish. Me sfushën e po ta qosh max të tërë, e ke me një 9.8, po tani për momentin e ke me 9. Mbrojtje me të Marquinhos, e ke super pasën dhe Muslera, e ke me një 9.5, tërë ekipin për të besoj bro me një 9. Sepse ka lojtar të forë bro, nuk ka rëndësi që është 18, ka lojtar të mirë. Okej, i radhës vinë, Musiala nuk e ka me accountin e ti më duket, nuk e di këtë lesoj. Okej, po marrë të Kelly e rë, hajtë edhe ty bro po të besoj ekipin tani, Svichkovkin, Best, okej, Sulmin e ke me një 9 bro, vetëm 3 max, po mund dhe me të kuqe, edhe e ke 9.3, 9.4, 9.3 ke bro, po më shumë po të them 9.4. Me sfushën e ke mirë vetë do të që është Kimmich Petit me një 9, mbrojtjen e ke katastrofë, ja ke dhirë asën, ish Hieron, ishi të tëro bro, O'Reilly 1, Delik 2 të paktën dhe Fernando Hierro, për tjeri mbaje pa i lërsh, me një 7, të tëre ekipin bro e ke 8.4, 8.4 bro. I radhës vinë Bosic me Juventus një vajtë, bravo bro. Okej, Dembele, bro. Mos e kalon FIFA fare, nuk ka vresoj bro, se duket se e kalon. Gjithsesi me një 7 po ta bro se ke lojtar të vjetër, për zotin. Edhe i fundit që do të vlerësohet, ose i para fundit është Kledi Rë. Ky bro e kalon goxha FIFA, por sulmin e ka me një 7, ose me një 8. Me sfushën bro e ke keq me një 7 vetëm rriti, edhe mbrojtjen bro me një 8, 8.2 i tërë ekipi bro. Vetëm Kasiasin e ke super bro, bravo. Edhe i fundit të që FF.LL bro, nuk e di në qofë se është i mirë, por hajde shojmë Kewell Ronaldo 2 me një 7 për të vlerësoj sulmi, me sfusha me një 7, mbrojtja me një 7, dhe ekipi 7 bro, ose 6.8, ose 7. Edhe bro, edhe ekipi im, kush dëshiron të vlerësoj në komente të thot sa kam 6 ose 4 mos, se bishe ka sa të doni bro. Edhe bro, kjo ishte vlerësimet e ekipeve, uroj, vetëm 3 nuk e vlerëson se nduhet se i kanë nika accountat. Nëse bro, uroj të këtë pëlqyer video, mos më shani nga komentet të më mbush një keqe të më çara se thjesht bro, është mendimi im, kush mendon dyshim, kanë marrë mendimin e vet. Uroj të këtë pëlqyer kjo super video, kujt i ka pëlqyer, kujt nuk ka pëlqyer, të bëj një like, një subscribe ose vlen të bëni like, subscribe sa më shumë të vemi 2k subscribe sa. Uroj të këtë pëlqyer gjithëve dhe shihemi në videon e radhës. Bye bye.